Pandemia e COVID-19 ndryshoi mënyrën si funksionon tregu i punës, duke detyruar për herë të parë miliona punonjës të zhvendosin zyrën në shtëpi, por disa vite pas pandemisë, modeli që po fiton më shumë terren nuk është më puna të rësisht remote, por ajo hibride, ku punonjësit ndajnë kohën mes shtëpisë dhe zyrës. Ekspertja e punësimit, Gertiana Hasalla, shpjegon se cilët janë faktorët që po ndikojnë në këtë zgjedhje. Atë që ka shihet pas pandemisë në këtë 5-6 vjeçare mbrapa është që ka një ulje të punëve remote, sidomos edhe të rinjt nuk zgjedhin më të kenë punë remote në krahasim me një punë e cila mund të jetë hibride, pra janë 2 ose 3 ditë në zyrë dhe më pas pjesa tjetër në shtëpi, sesa një punë e cila është më pas e gjitha full time në zyrë. Kur je duke punuar remote, sidomos kur je ri, është e vështirë për një person që të ketë edhe mbështetjen e kolegëve, të ketë edhe mentorimin e duhur. Ndër të tjera ke edhe këtë mungesën dhe izolimin social që ndodh kur je në shtëpi, sepse nuk ke mundësinë që të bashkëveprosh bashkë me kolegët që ke në zyrë. Është mirë të jenë të dyja opsionet, është mirë që kompanitë kanë këtë mundësinë e re europiane të ofrorit dhe punën hibride, por sot për sot në Shqipëri më shumë se çdo gjë funksionon puna e cila është in person, ajo që ndodh në vendin e punës në zyrë. Por, në realitetin shqiptar, edhe ky model pune hibride sërish nuk duket shumë prezent, por zbatohet kryesisht nga kompanitë huaja që operojnë në vendin tonë. Është më e vështirë për kompanitë Shqipërisë, sidomos kompanitë Shqipërisë që janë pronë një pronari shqiptar dhe një pronari huaj, që ta pranojnë këtë mundësinë të punuarit remote ose punuarit në mënyrë hibride. Është gjithmonë tendenca që për të monitoruar ose për të kontrolluar kompanitë që vijnë nga jashtë dhe kanë degët e tyre në Shqipëri, zgjedhin ta bëjnë këtë. Në vetvete arrin ta kuptojnë që ka nevojë të kenë një punonjës i cili e bën punën, po jo që ta ketë 24 orë nën vëzhgim në zyrë. Është një punë e cila bëhet me një laptop me vete. Laptopin ti mund ta marrësh kudo dhe bëhet më e thjeshtë në këtë mënyrë, edhe për të parë në realisht që puna po bëhet dhe ka rezultat, ka produktivitet, po ndërkohë edhe punojësi është i kënaqur me këtë mundësinë e të qenit pak më i lirë se sa të qenë gjithkohës brenda një zyrë të mbyllur. Nuk është një punë nga shtëpia e cila nuk monitorohet, është një punë nga shtëpia e cila monitorohet gjatë gjithë kohës dhe ti je i përgjegjshëm për punën që bën, po nuk është vetëm përgjegjësi personale, po është dhe monitorimi i vazhdueshëm që bëhet nëpërmjet atyre që quhen tracking systems, pra sisteme gjurmimi. Ndër të tjera, Hasalla shpjegon se në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, puna hibride po kthehet në normë, pasi u jep punonjësve më shumë fleksibilitet, shmang orët e gjata të udhëtimit nga zonat periferike drejt qytetit dhe njëkohësisht ul kostot operative për kompanitë.